Surja El Gjathje, Mekkase, 37 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ha, Mim. Ky libër është shpallur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. Me të vërtet, në qiej dhe në tokë ka shenja për ata që besojnë. Edhe në krijimin tuaj dhe të kafshëve të shpërndara nëpër tokë ka shenja për besimtarët e bindur. Edhe në ndërrimin e natës dhe të ditës, edhe në ujin që Allahu e zbret nga qielli, duke gjallëruar nëpërmjet tij tokën e shkretuar, edhe në ndërrimin e erërave ka shenja për njerëzit që mendojnë. Këto janë shpalljet e Allahut, të cilat ne ti tregojmë ty me tërë të vërtetën. Atëherë, në çfarë fjalësh të tjera do të besojnë ata, nëse mohojnë Allahun dhe shenjat e tij? Mjerë gjunaqari gënjeshtar. Ai i dëgjon shpalljet e Allahut që i lexohen e përsëri ngulmon në mendje madhësi, sikur nuk i ka dëgjuar ato. I jepi lajmin për dënim të dhemshëm. E kur merr vesh diçka nga shpalljet tona, ai i përqesh. Për njerëz të tillë do të ketë dënim poshtërues. Para tyre është xhehenemi dhe nuk do t'u vijë në ndihmë asgjë nga ato që kanë fituar, apo nga ata idhuj që i kanë marrë për mbrojtës në vend të Allahut. Ata i pret mundim i madh. Ky Kur'an është udhërrëfyes në rrugën e drejtë. Ata që nuk besojnë shpalljet e Zotit të tyre do të vuajnë një mundim të madh të dhemshëm. Allahu është ai që ka nënshtruar për ju detin, që nëpër të, me urdhërin e tij, të lundrojnë anijet për të kërkuar dhuntitë e tij dhe që ju të jeni mirënjohës. Ai ka vënë në shërbimin tuaj çka gjendet në qiej dhe në tokë. Të gjitha janë prej tij. Me të vërtetë, në këto ka shenja për njerëzit që mendojnë. Thuaj ju besimtarve që t'i falin ata që nuk shpresojnë në ditët e Allahut, kështu që ai të shpërblejë çdo popull sipas veprave të veta. Kush bën mirë e ka për vete, e kush bën keq e bën kundër vetes. E në fund do të ktheheni të gjithë te Zoti juaj. Ne u dham bijve të Izraelit librin, pushtetin dhe profecinë. Ne i begatuam ata me gjëra të mira dhe i ngritëm mbi të gjithë popujt e tjerë të asaj kohe. Gjithashtu, ne u dham udhëzime të qarta mbi besimin, por ata u përçan. Atëherë kur u erdhi dituria, pasi patën smir në mes tyre. Zoti yt, me siguri do t'i gjykojë ata në ditën e kiametit për kundërshtit që patën. Dhe tani, ne të kemi vendosur ty në rrugën e drejtë të fesë. Andaj ndiqe atë dhe mos shko pas dëshirave të atyre që nuk dinë. Ata nuk mund të të mbrojnë as pak nga zemrimi i Allahut. Pa dyshim, keqbërësit kanë për mbrojtës njëri tjetrin, kurse Allahu është mbrojtësi i atyre që i frikësohen atij e që ruhen nga gjunahet. Ky Kur'an është tregues i qartë, udhërrëfyes dhe mëshirë për njerëzit që kanë besim të patundur. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se ne do t'i bëjmë të njëjtë me ata që kanë besuar dhe që kanë bërë vepra të mira? Se jeta dhe vdekja e tyre do të jetë e njëjtë? Sa keq që gjykojnë ata. Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me qëllim të plot, në mënyrë që çdo njeri të jetë i shpërblyer për atë që ka punuar, e askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Mendo pak,
Kush përveç Allahut mund ta udhëzoj atë njeri që dëshirat e veta i ka bërë Zot? Atë njeri të cilin Allahu, duke e njohur për të tillë, e ka shpën në humbje, duke ja vullosur dëgjimin dhe zemrën, e duke i vënë perde para syve të tij. A nuk po merrni vesh? Ata thonë, nuk ka tjetër veç jetës së kësaj bote. Vdesim e jetojmë dhe vetëm koha na shkatëron. Ata nuk kanë kur far dienie për këtë. Ata vetëm hamendësojnë ashtu. Kur atyre u lexohen shpalljet tona të qarta, argumenti i tyre i vetëm është: ringjallni të parët tanë nëse thoni të vërtetën. Thua ju, Allahu ju a jep jetën, pastaj ju bën të vdisni, e mandej do t'ju tuboj në ditën e kiametit, e për këtë nuk ka kur far dyshimi, por shumica e njerëzve nuk e din. I Allahut është pushteti i qiejve dhe i tokës, e kur të arrijë ora e kiametit, atë ditë mohuesit do të humbasin. Atëherë të gjithë popujt do t'i shohësh të gjunjëzuar. Çdo popull do të thirret në librin e vet e do t'i thuhet: sot do të shpërbleheni për atë që keni bërë. Ky është libri ynë që do t'ju tregoj të vërtetën. Ne i kemi urdhëruar engjëjt që të shkruajnë të gjitha që keni bërë. Për sa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata do t'i pranoj Zoti i tyre në mëshirën e vet. Kjo është fitoria e lavdishme. Ndërsa mohuesve do t'u thuhet: vallë, a nuk ju janë lexuar shpalljet e mia? Por ju shfaqet mendje madhësi dhe u bët njerëz të këqinj. Dhe kur juve ju thuhej: premtimi i Allahut është i vërtet, ora e kiametit, pa dyshim që do të vijë, ju thoshit: ne nuk e dim që është ora e kiametit. Ne mendojmë se është vetëm një hamendje, prandaj nuk jemi të bindur. Natyrisht, atyre do t'u dalin në shesh të këqijat që kanë bërë, e do t'u bjerë kokës ajo me të cilën talleshin. Pastaj do t'u thuhet: ne sot po ju braktisim në harres, ashtu siç e keni harruar ju takimin e kësaj dite. Vendqëndrimi juaj është zjarri dhe për ju nuk ka kur far ndihmësi. Ky dënim ju erdhi nga që i përqeshnit shpalljet e Allahut dhe u mashtruat nga jeta e kësaj bote. Atë ditë ata nuk do të nxirren nga zjarri e nuk do të pranohet prej tyre asnjë arsyetim. Falënderimi i përket vetëm Allahut, Zotit të qijeve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Atij i përket e tërë madhështia në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi dhe i urti.